Okej. Jemi tek ata që zgjodhen grupin e dytë. Tre letra. Duken. Këtu kemi letrën e parë që thot dhimbjet e zemrës për atë që nuk është më, ose që nuk kemi më, për të çka që kemi humbur. Edhe ambulanca në sfond. Një këshill e mirë nga një person i mençur. Dhe një grua me flokë të errët, të zeza ose kafe të errët, si ta themi, është përfshirë në një, do të thënë, ju përfshirë në marrëdhënie me një grua me flokë të errëta, ose nëse jeni burr, ose përfshirë në një marrëdhënie që mund të jetë marrëdhënie dashurie, ose përfshirë në një marrëdhënie pune me këtë gruan, ose kjo grua hyn në jetën tuaj dhe do ju duhet të merreni. Okej, nga këto do thoja në mesazhi i parë të thoya që mund të ketë mund të i bëhet fjalë për një grua me flokë të zeza ose me tipare të errta, një grua zeshkane që përfshihet në jetën tuaj në mënyrë të papritur, që kjo hyn edhe është në mes tuaj dhe burrit, ishit tuaj, është ky person dhe ju do ju duhet tani të merreni edhe të merren në kuptimin që të flisni, të komunikoni dhe me ata nëse ajo bëhet pjesë e ndërmjetme juaja, ose këtu është fjala për një miken tuaj, për një njeriun tuaj të familjes që i ka flokët e errta dhe që ju ndihmon, ju jep këshilla të mira, ju bëhet krah në këtë moment që ju keni kaluar, nuk mund ta them që është tani, se kjo është që këtu ka pasur një humbje, një largim, një ndarje, por që juve ju lëndon akoma dhe ju akoma mendoni që sa mirë që isha, ose çfarë humbje të madhe kalova. Okej, të pyesim çektarët tani, për çfarë bëhet fjalë. Sukses. Ja do marrë një. Me thënë të drejtën, letrat nuk janë të këqija. Fare biles. Më shumë të trëmbë ka kjo. Ju vini nga një moment suksesi, le ta themi, nga një moment arritje. Kjo letra këtu s'ka nevojë as për shpjegim. Është dikush që ka hipur në kalë dhe që po drejton gjithë kompaninë apo gjithë familjen, njerëzit e tij drejt suksesit. Kjo është gjashta e shkopimeve e bastonave, si ta them. Dhe është një letër që do të thotë fitore ose lajme të mira që kanë lidhje me suksesin tuaj. Nëse ju jeni femër, jeni kjo këtu, dhe kjo është perandoresha, që është një letër, është figura më e lartë femërore. Kjo ka kuptimin e një femre shtatzan, fertile, ka kuptimin e bollëkut, ose është një nën e cila është një nën e mirë që vlerësohet ose që ka arritur një sukses në jetën e saj. Ky është fanti. E di çfarë të thoja, për shumë nga ju ta marrë me pinca, merrni me pinca këtë që të them, se është edhe pak si. Për shumë nga ju mund të bëhet fjalë edhe për një çështje shtatzanie. Dikush ka ju vjen nga një shtatzani që nuk ka shkuar ashtu siç duhet, nga diçka, një humbje që ju ka lënduar, edhe këtu kemi lajmin për një fitore për një grua shtatzan, që ju jeni përsëri, ose që ai person që dëgjoni për një grua shtatzan, sepse edhe këtu fanti i bastonave, ju kam thënë që fantët janë letra më e vogël, janë fëmija e letrave tarot. Në përgjithësi kur del fanti, ose ka të bëjë me një njerëz që një marrëdhënie që është shumë herë më i vogël se ju, 10 vjet, diçka e tillë, ose ka të bëjë me një person, me fëmijën tuaj, me arritjet e fëmijës tuaj. Ky është një projekt i ri. Kjo letra këtu do të thotë
një ide e re, një kreativitet i ri, një projekt i ri. Që po ta marrim kështu, i bie lajm i ri, lajm ose diçka që ju gëzon e suksesshme për një projekt, për një gjë, për një aktivitet të ri, për një projekt, po edhe shtatzania, edhe një fëmijë mund të jetë një projekt i ri. Ndoshta ju do të dëgjoni për një grua shtatzan. Mbase mund të bëhet fjalë për këtë grua me flokë të errta ose që është shtatzan, ose që ka tentuar ose diçka e tillë dhe më në fund arriti. Nëse jeni ju që i keni ndarë këto gjëra, atëherë mund të bëhet fjalë për faktin që juve do të merrni një lajm për dikë, për fëmijën tuaj, për arritjen e fëmijës tuaj, ose fëmia juaj është shtatzan, ose fëmia juaj ka një arritje në jetë të cilës po e prisnit prej kohësh. Këtu kemi 7-ën e shpatave. Kjo mi ndryshon pak gjërat. Kjo e ndryshon se kjo ka dhe kuptimin e një që ta themi, një hajdut, nuk e them dot, një njeri mashtrues, një njeri që merr dhe largohet, ose që ikën pa thënë gjë. Edhe këtu është pak a shumë me njëjta gjë kjo këtu. E di pse? Do ju jap përsëri dy versione, prandaj përjeshtur. Versioni i parë mund të jetë kështu, që ju keni menduar që ishit të lumtur, e gëzuar dhe keni marrë vesh për ekzistencën e një gruaje tjetër, e cila mund të jetë shtatzan, edhe pavarësisht se ju bëhet fjalë për fëmijë aty në mes, domethënë ju e keni fëmijën tuaj, por del dhe kjo gruaja që është edhe kjo shtatzan dhe kjo ju duket si një mashtrim, si një vjedhje, ose që ka bërë një dëm, le ta them, të tuaj. Dhe këtë e keni jetuar pak si ëndra me syve. Unë mendoj që ky është një person i cili ishte me ju, është larguar, pastaj është rikthyer përsëri dhe ju keni kujtuar që ky erdhi prap dhe keni parë ëndra me sy afër, se kjo është shtata e kupave. Kjo ka kuptimin që keti gjitha gjërat e mira dhe të bukura, po me këto të vinë edhe ato të këqija, të vjen edhe rrufe në qiell të hapur. Kjo është një letër që duhet ta marrësh pak, ose janë shumë zgjedhje, shumë në të njëjtën kohë, ose janë shumë gjëra që ju i keni idealizuar, po idealizoni një person. Ndoshta ky person ju kthye prap, ju këtë e quajtet si një fitore. Ka shumë mundësi që midis jush dhe këtij personi të ketë edhe fëmijë, ose njëri nga ju të dy ka edhe fëmijë, dhe ju menduat që kjo edhe çështja e fëmijës është një gjë që u rregullua, pastaj e kuptuat që ky personi ka ardhur përsëri për të ikur përsëri. Dhe ja ku largohet prap, dhe ka prap mashtrime, dhe ka prap gënjeshtra mes jush, dhe ai ikën përsëri dhe ja ku jeni ju vetëm. Po ta shikoni, ky personi është nënta e kupave, që është realisht bollëk, është një njeri i arritur nga ana financiare, por që prap është vetëm. Shikoni, duart i ka të lidhura kryq, që thot i kam kupat, to janë të mia, atë që është e imja, por që nga ana materiale janë realizuar dëshirat, por që është vetëm në këtë kuptim, por që duket që nga ana shpirtërore i mungon akoma diçka, është akoma duke menduar me sy hapur ose duke pritur. Dhe them që ose është ky personi tjetër në mes, kjo femra në mes, që është shkaktare që ky X-i vjen dhe i ikën tek ju, ose është kjo femra në mes e cila atë gjithë të gëzimin apo këtë gjën që ju keni pasur, fëmijën, arritjet materiale, kjo ju ka larguar dashurinë tuaj, ose ju ka marrë, le ta themi, ju ka vjedhur dashurinë tuaj. Kjo është një gjë që nuk do ta quaja të keqe, sepse këtu kemi sukses, këtu kemi shëndet të mirë, këtu kemi gjendje të qëndrueshme financiare, e vetmja gjë që
ju nuk po e ka përceni dot, këtu, nuk po e ka përceni dot, është ky moment që është kjo lloj lidhje që ky vjen, ju bën të lumtur, merr diçka, ikën, merr diçka nga ana shpirtërore, dhe ju të largohet përsëri. Dhe ideja është kjo që ndoshta kjo është ju nuk po e ka përceni dot, nuk e lini të iki, po ama nuk e lini nuk e konkretizohet as në diçka më tutje. Edhe duket sikur jeni në këtë momentin këtu që thoni unë jam vetëm, edhe ndoshta kjo vetmia, kjo fakti që ju nuk po shikon, nuk më përpara për ti këtij, kjo vetmia ju bën të mendoni më tepër për të kaluarën, për vuajtjet tuaj, për këtë personin tjetër që ka hyrë në mes, se sa të mendoni për atë që mund t'ju sjellë jeta ju, ja të shikojë diçka tjetër nga dashuria, se do t'ja them edhe për juve që jeni duke parë për punë. Kjo letra ka kuptimin, po marr fryte, kjo ka kuptimin forcë për të ecur përpara, ose tu ju duhet forcë për të ecur përpara, ose ju është dashur shumë punë dhe shumë forcë për të arritur atje ku jeni momentalisht. Kjo letra është zonja e vjetër ose gruaja e vjetër që do të thotë jeni akoma tek e kaluara juaj, si këtë kuptim ka, po ta shikoni këtë letrën, kjo grua është ulur, nuk i mungon asnjë gjë. Kjo ka një jetë normale, një jetë normale, ka një poltron shumë të bukur, ka lulet, i ka gjitha, dhe kjo syt i ka të trishtuar, duke menduar të kaluarën. Edhe ndoshta kjo është, juve ju duhet shumë forcë për të kaluar, për të vazhduar, për të kaluar mbi të shkuarën tuaj, sepse ajo po ju mban të mbërthyer. Tu kemi një bashkim, një ribashkim, po përse i lasë përja. Është ajo që thash, ju duhet forcë për të larguar nga e kaluara, sepse kjo e kaluara ju e kthehen, ky personi ka ardhur përsëri dhe ju ka takuar, ose ju mendoni përsëri për një takim me këtë personin, edhe pse ky është një njeri shumë mendjemadh, le ta them, dhe që ju shkakton shumë pakënaqësi, dispiacere, po ta shikoni këtu. Është një njeri që ju sjell, si ta them, dhimbje, ju mërzit, ai vjen, ju duhet shumë forcë për ta kaluar. Pastaj sapo keni kaluar atë fazë, ai kthehet përsëri, ka prap një takim. Pastaj ai ka një mendje madhësi të tipit që hajt, nëse kjo aty është nuk ka ku t'ikë, unë jam më i miri, s'di si ta them. Edhe ky është pak një njeri i dashuruar me veten, le ta themi kështu. Vjen përsëri dhe ju prap ju lë me ato dhimbjen tuaj dhe ju prap jeni dispiacere dhe jeni më tepër duke u luftuar me veten tuaj për të ecur përpara, se sa duke luftuar me faktin a ja vlen, domethënë me dëshirën, e thash gabim, duke luftuar me dëshirën tuaj për të ecur përpara, sa duke luftuar në mendjen tuaj. Ju e dini që këto janë pak ëndra me sy hapur, që ky personi kështu është, ky do kthehet, ka takim, domethënë dëshiron t'ju takojë, vjen, ju flet fjalë bukura, merr diçka, ikën prap dhe prap ju jeni këtu vetëm në mërzitjen tuaj dhe ju prap shpenzoni shumë kohë të trishtuar, po megjithatë ju jeni duke menduar që po mirë, unë të paktën këtë e njoh, jam e sigurt, sesa të rri të filloj të njoh dikën nga e para. Do të thoya vendimi që juaj, por kjo mënyrë të logjikuarit është pak e gabuar, se ju dëmton ju, atë person tjetër nuk e dëmton. Ai është shumë i dashuruar me veten e tij, është në rregull, ai thot vetes që unë mund të kem këtë dua, them unë. Për ju që po e shikoni për arsye pune dhe që s'keni interes, se keni në rregull dashurinë. Këtu kemi një lajm shumë të bukur për një suksesin tuaj në punë. Këtu kemi një ngritje në detyrë, e cila ju vjen nga një person që është po ashtu femër, më e madhe në moshë, do t'ju njoftoj për diçka, për një gjë të re, për një pozicion të ri pune, ose për një vend të ri pune.
jeni duke dyshuar, duke menduar që ky është pak si mashtrim, sepse jeni akoma duke menduar që nga puna XY ose përvojat e mëparshme të punës keni kaluar një situatë ku ju kanë gënyer, ju kanë thënë diçka tjetër, ka dalë diçka tjetër, por megjithatë unë do të thoya që jo. Nga ana e punës, kjo për ju që jeni duke pritur një punë, një biznes, një bashkëpunim financiar, këtu ëndrat tuaja bëhen realitet. Do me thënë, ju do merrni atë për të cilën keni investuar, ose diçka që ju ndoshta as nuk e prisnit që do ishte kaq e madhe. Dhe kjo shkaktare do të jetë një grua, që mund të jetë edhe një grua me tiparet e errta, si ju thash, një zeshkane. Dhe është një njeri më i madh në moshë që ju këshillon edhe shumë mirë për çështjet e punës. Okej, të shikojmë për dashurinë 3 letra, se 3 hapa edhe në kartu, dhe për grupin tjetër, tërheqje kemi. Tash na dolën 4. Okej. Ju jeni duke thirrur shpirtin tuaj binjak, do me thënë ju po prisni që të takoni ato të duhurin, se e kuptoni. Këtu ka një tërheqje, po asgjë më shumë. Ka një tërheqje, diçka që është më tepër fizike nga të dyja palët, le ta themi kështu. Por ju jeni duke pritur në shpirtin tuaj, duke kërkuar, duke thirrur shpirtin tuaj binjak, dhe duke pritur atë të duhurin, le ta themi kështu. Ose ju jeni momentalisht me dikë të cilën e dini që këtu s'ka për të zgjatur gjëkundi, po le të rrim me këtë se më mirë se sa pa gjë. Ose ju jeni në një situatë ku e mendoni që ky është shpirti juaj binjak, por në fakt kjo është vetëm një tërheqje, dhe po ta shikoni këtu, që thot dashuri e pa, si i thon, që nuk jepet, që nuk kthehet nga ana tjetër në të njëjtën mënyrë. Kështu që njëri nga ju të dy, me shumë mundësi ju jeni më tepër i dhënë pas personit tjetër, kurse ai personi tjetër është më, ta themi, më i dhënë nga ana fizike, ose është i tërhequr, po është i tërhequr vetëm në këtë pozicion, në këtë tipin që okay, kalojmë shumë bukur bashkë, pastaj kaq ishte. Nuk është se do të sjellë, do kërkoj më tepër nga lidhja. Të shikojmë shenjat zotja Kale që janë të përfshira. Ju kam thënë shenjat mund të jetë ascendenti juaj, ose personi tjetër, ose njerëzve që janë të përfshirë këtu. Po në qoftë se shenjat ose ascendentja ose diçka e tillë nuk përfshihet, leximi është gjithsesi i vlefshëm nëse ju tingëlloj. Shenjat që përfshihen: Kaforja, Breciapi, Shigjetari, përsëri Breciapi, Luani, edhe Demi, gjatë marrëdhënies të fundit, Peshku. Kemi Kaforen, Breciapin, Shigjetarin, Luanin, Demin dhe Peshkun, që janë të përfshira për ju që zgjodhët grupin e dytë. Ky ishte dhe për grupin e dytë, uroj t'ju ketë pëlqyer, më shkruani në komente për çfarë doni që të lexoj, jo privatisht, po çfarë doni që për çfarë teme t'ja hap letrat, do më pëlqente më shumë të dija çfarë interesi keni. Faleminderit.